dashur pranishëm. 19 tetori dhe ky event ka një qëllim jashtëzakonisht fisnik. Udhëhecit tanë kanë shtrirë dorën e bashkimit, të unifikimit e të forcimit të shqiptarëve në përgjithësi. Ne sonte jemi përpara jush, që t'ju lusim që të përcjellim këtë porosi jashtëzakonisht të rëndësishme në çdo shtëpi gostivarase. Dhe këtë mesazh dhe sensibilizim në formën më të mirë të mundshme mund ta bëj trungu dhe arteria jonë, pra është gruaja shqiptare. Andaj, ju lusim që deri me 19 tetor të trokasim bashkarisht në çdo derë dhe që të sqarojmë e bisedojmë me të gjithë gostivarasit cili është qëllimi ynë dhe pse këto zgjedhje kanë formën e referendumit.